Në një ambient ku konkurenca shpesh ushqet nga egoja dhe dëshira për të qenë në qendër të vëmendjes, veprimet që dalin jashtë këtij modeli marrin një vlerë të veçantë. Rasti i Selinës është një shembull i qartë se si një zgjedhje e thjeshtë mund të shndërrohet në një mesazh të fortë për publikun dhe për vetë dinamitën e lojës. Kur asaj i u dha mundësia për të përfituar veshje falas nga një sponsor i programit, pritshmëria natyrale do të ishte që ajo ta përdorte këtë avantazh vetëm për veten. Në një garë ku çdo detaj mund të ndikojë në perceptimin e publikut, vendimet personale shpesh lidhen drejt për drejt me strategjinë. Megjithatë, Selina zgjodhi një rrugë tjetër. Ajo vendosi ta ndajë këtë mundësi me partnerët e banorëve të tjerë, duke menduar përtej interesit individual dhe duke përfshirë edhe familjarët e atyre që në lojë konsiderohen rival. Ky gest nuk është thjesht një akt bujarje materiale, ai reflekton një qasje më të thellë ndaj marrëdhënieve njerëzore. Në vend që të forcojë ndarjet, Selina ndërtoi ura komunikimi dhe mirëkuptimi. Ajo tregoi se edhe brenda një gare, ku tensionet janë të pashmangshme, ekziston hapësirë për empati dhe respekt. Nga ana tjetër, ky veprim mund të interpretohet edhe si një lëvizje e zgjuar në aspektin e imazhit publik. Publiku shpesh vlerëson autenticitetin dhe gjestet që duken të sinqerta, duke i shpërblyer me mbështetje më të madhe ata që tregojnë humanizëm. Në këtë kuptim, Selina jo vetëm që forcoi marrëdhëniet brenda shtëpisë, por edhe mund të ketë ndikuar pozitivisht në mënyrën se si perceptohet jashtë saj. Në përfundim, veprimi i Selinës sjell në vëmendje një të vërtetë të rëndësishme, edhe në mes të konkurrencës më të fortë, zgjedhjet që bëhen me zemër kanë fuqinë të ndryshojnë rrjedhën e ngjarjeve. Ajo dëshmoi se fitoria nuk matet vetëm me vota apo pozicion në garë, por edhe me ndikimin që lë tek të tjerët.